çështja e shkurtimit të namazit për udhëtarin apo për ata të cilët janë diasporë kur vinë në Kosovë, apo kur vinë në memleqet, e shqiptën e herën, memleqet, ta Turqisë në memleqet, kur vinë vatan. Spari gjatë udhëtimit, gjatë rrugës udhëtimit, e shkurton e namazin. Sa do që ku zgjat, edhe 1 muaj më zgjat. Për shembull niset dikush atje në fund të Norvegjisë apo në këtë verë atje në Skandinavinë, se ndoshta të qoftë, dhe hena Karabave, ka dal, në për Evropë, bën 2 javë ditë. Gjysën e pushimit e kalon, dhe sa të mërin në fund të Italisë, e pastaj në Dorsës në Vlorë, ose në Malzi, në Anije, edhe vjen në Kosovë, ose në Maqedoni, ose në Shqipëri. Kjo është udhëtar, edhe ka qenë të njëjtën gjë. Kur vjen në vendin e vet, për shembull kjo Mutratazami vjen në Prishtinë, nëse është e Prishtinës. Kjo, nëse ka shtëpi ose banesë të vetën, në momentin që hynë në qytetin e Prishtinës, ende pa mbreti shtëpia jote, por hynë në Prishtinë, ti erdhët të shtëpia. Në momentin që futen në Prishtinë, ti më nuk je udhëtar, je vendase. Dhe sa të qëndresh në Prishtinë, tash je vendase, dohet me i falë 5 namaz, sepse je në shtëpitane. Tamam? Dhe falë namaz të plota, se 5 gjithçysh për namaz të plota. Gjatë rrugës e shkurton. Mirë. Rasti motrës është mysafire kur vjen këtu, sepse s'ka shtëpi. Nëse nuk ka shtëpi, do të thonë është udhëtar. Por, ka më nejtë 3 ose... Tam që ta shkëm atë në, ta shkëm. Por, je udhëtar, nëse rrinë një vend, që të rastanana jote, rrinë 3 javë ditë, rrinë për 15 ditë, në momentin që ke bon jetë, me nejtë, mbi 2 javë ditë, mbi 15 ditë, 15 ditë për pjetë, të nana, tash e mërë qatë dispozit që tash kur të është në Prishtinë. Tash kur të vish të nana, ti je vendase. Dhe me në herja njëse pa namazin, e plot jo të shkurtuar. Por, nëse të nana rrë 1 javë ditë, që është kanë deti, se kanë marak të shqiptar këto, ingreh deti, mu që më shku një javë ditë në deti, më ras haram. Këshe për shëndet, shqitani ingreh më shku në haram, aty besen, kur farhajri, për 4-5 ditë s'kanë deti, por nëse kanë në relaksim, ka nuk diskutohet, por e farhajri ma për 3-4-5 nuk bëhet. Sa është më rëndësia ja? Më rëndësia është që shkojnë deti, rrënë 3-4 ditë, qoftë 10 ditë. Ta në mas 10 ditë e këthejta për të rrënë 3-4 ditë. Ti kanë zërot të udhëtar krejt. Sepse në një vend nuk ka qëndru për 2 javë. Nëse qëndra në një vend për 2 javë ditë, atër është udhëtar. Dhe kur është vendas, dhe kur konsiderohet vendas, namazën e falë të plot. Kur e ka tretmonin udhëtar, namazën e shkurton dhe fal nga edhe 4 ditë me bë bashkë. Këtë pjesa e parë. Pjesa e dytë tek falja e suneteve. Nuk bën me thonë ashtu po bëjke s'po bëjke. Kush nuk ka thënë nuk bën me fal sunetet. Po meselja është a ki nevojë me fal, a kanë çat vlerë me fal sikur se kushtet rëndomta, apo thënë ryshe, la keq diçka shumë nëse nuk e fali sunetet për mëtar, përgjithë jo nuk lën keq kur gjë. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka falë sunet gjatë udhëtimit, ka thonë ulemat, fuqahat, për pas sunetet sabah dhe namazet e vetrit. Kanë thonë sunetin e sabahat, namazin e fitrit, as në hanxh lan nuk e ka qenë udhëtar. Pra gjatë udhëtimit mënesh, për shembull ka vesh për Gjermanisë, i lën. I falë farzet, i bënë bashkë. Po nëse i për shembull në hotel, shkon në Istanbul, ose shkon në Dors prapë po kthejm ku kem baherët. Shkojnë në Dors më nejt 1 javë ditë, në Vlorë, në Lçena, në hotel. Unë jam udhëtar edhe në Lçenë, edhe në Dors. Sepse jam pak se 2 javë. Pse mos e fal sunetet? Kur jam të nejt, për atë ulemat kanë thonë, disa jo krejt. Tash cilla më mirë kanë thonë, nëse je gjatë udhëtimit, sunetet më mirë mos e fal. Sepse i lodhe nga shumë, Allah ta ka letu. Nëse jeni në një vend të nejt, tani pse je mysafir?
se ta shkot sotit në hotel. Ma mirë është me falë sunetet.